kurse feja muslimane është e bleme, dhe më thonë ka ardhë. Feja muslimane, nuk jam kundër asaj, do më thonë si cili ka të drejtën e vetë, me përdor fen, mirë po feja muslimane është e ardhur, do më thonë nuk është e leme, po është e bleme, do më thonë nga okupatorët. Ka fe të leme në Kosovë? Po, do më thonë që fe në Kosovë ka fe të leme, feja e krishterë, do më thonë para 2000 vjetë që ka lindë, do më thonë, na e kemi fenë tonë, kurse feja muslimane është e bleme, do më thonë, ka ardhë. Po, si të bëjmë që dikur s'ka pas fare fe dhe kemi qenë pagan? Ajo ka qenë një periudhë dhe shkurt, kur paganët kanë besu në gjanat bukura, dil dhe e hanë e dil, apo kuptan edhe ato kanë qenë disa fise të vogla të cilët kanë besuar në ato gjëra, po edhe shumë normale pse kanë besu, sepse është shumë diçka e bukur që ata i kanë besu dillit edhe hanës, edhe qiellit. Edhe shumë normale, dhe më thonë, koha, periudha të ndryshme, njerëzit ndryshojnë, tashmë ju e shifni edhe vetë me çka është duke disponuar bota me inteligjencën artificiale.